Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin radhës në emisionin Bolt. Sonte jemi të nderuar të kemi një nga personalitetet, një nga figurat adhetare dhe veprimtare e dalluar në shumë kohë të nderuarin profesor Meriman Braha. Do të flasim lidhur me ditën e flamurit, ditën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe ndjenjat që kanë pasur shqiptarët këndej kufirit për Shqipërinë. Përshëndetje profesor, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje. Shfrytëzoj rastin të uroj ditën e flamurit dhe ditën e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë për shkakësisht 113 vjetorin e kësaj dite. Faleminderit shumë, urime dhe juve dhe të gjithë shqiptarëve që shikojnë në emisionin tuaj. Uroj që të kenë begati, jetë të lumtur, ta festojnë e të gëzojnë festën e madhe të 28 nëntorit, që është dita e pavarësisë së Shqipërisë. Profesor, dua ta bëj një pyetje në fillim. Për fillim apo në kohën rinore. Cila ka qenë mendimi juaj për ditën e pavarësisë dhe ditën e flamurit, edhe sot në këtë moshë ka ndryshuar ky mendim apo është i njëjti me dekada më parë që keni menduar në të njëjtën mënyrë? Po, ka dy ndjenja që janë zhvilluar në kohë të ndryshme që lidhen me këtë datë dhe që në një kohë ato ndjenjat e respektit të datës janë të njëjta, si përpara, si tash. Por, përpara ka qenë një datë e anatemume, e ndjekur penalisht nga organet e shtetit serb, dhe të gjithë njerëzit dashamirës të një ideje ideali kombëtar, këtë ditë të madhe e kanë festuar në mënyrë të fshehtë nëpër shtëpi. Atëherë ka qenë një periudhë gjatë, shumë e gjatë, kohore, që karakterizonte veprimet ilegale në shenjë të respektit të datave, të ditëve dhe të simboleve kombëtare të cilat ishin kryesisht të ndaluara, ligjërisht të ndaluara dhe të sankcionuara me ligje. Kështu që kush festonte ose kush i shpallte një ndjesi të veçantë për datën 28 nëntor, ka pas pasoja të drejtpërdrejta për organeve shtetërore të Serbisë. Jemi në ditë festive dhe në këtë ditë festive është ditë e reflektimit të kaluarës. Cilin 28 nëntor do të na sillni për audiencën tonë, për shikuesit e televizionit Arbëria, që nuk e rrani asnjëherë? Po, 28 nëntori është i parrushëm secili prej tyre. Prej të parit, prej 28 nëntorit të madhet Gjergj Kasrotit, të 28 nëntori i të madhet Ismail Qemali dhe të 28 nëntorit të cilët vinë vit për vit dhe shënohen vit për vit në gjitha familjet e vërteta shqiptare. Asnjë prej të gjitha festave nuk e ka dimensionin e festës së 28 nëntorit. Këtë fest nuk ka, duhet mos ketë shqiptar që nuk e shënon. E shënon çdo vit dhe çdo herë me të njëjtin pietet, me të njëjtën dashuri
me të njëjtën forcë, dashuria ndaj dheut nuk ka ecëjakët e veta, njerë e du ma shumë a dheu, njerë se du ma shumë, po e don apo se don a dheu. Kaq. Kur e keni festuar 28 nëntorët, edhe ajo fest e ati 28 nëntorit që ju ka mbet në mendja çdo herë, Po. cilin do ta dalloni, cilin vit, kur keni qenë në Burg, jashtë Burgu, cili ka qenë viti që mendoni nuk e harrani atë festim të ditës së flamurit. Ato janë ditë edhe në Burg, festohet flamuri, dita e flamurit. Edhe dita e më e rëndë e flamurit është atëherë kur ti je vetëm. Dhe unë kam qenë 2 herë vetëm në qeli kur ka qenë dita e flamurit. Dhe natyrisht kam pas kujt me jauru përveç vetës në heshti. Po ato janë përjetimet veçanta të cilat kanë qenë takse kësaj për me ardhën këtë ditë që jemi sot. Profesor, jeta e përditshmërisë është jetë të cilën e kanë bërë shumica e qytetarëve të Kosovës, por një pjesë e tyre e ka pas një rrugtim më ndryshëm, deri tek liria e Kosovës. Kanë qenë të përkushtuar lidhur me punën, aktivitetin e tyre adhëtar për shlirimin e dheut. Cila ka qenë fryma, cila ka qenë lëvizja, apo njerëz, personalitetet që profesor Merejman Brahon e kanë bërë të orientohet në këtë frymë, në kontribut për atë dheun. Po, të gjitha figurat janë të rëndësisë së veçantë, figurat kombëtare. Dhe secila prej tyre ka dimensionin e vet të ndikimit në formimin e personalitetit të njeriut, të adhëtarit, të artë. Por unë kam pas fatin që brenda familjes të kem personalitetet të cilat kanë dhënë kontribut në rinin e tyre të hershme dhe kanë qenë modeli i parë për të cilëve kam përthith ndjesin e fuqishme të adhëtarisë, qoftë të babës, qoftë të familjes, qoftë të vllaut të motës sime që i kam dëshmuar të adhët, të luftës ndërshmëtare. Cilat kanë qenë aktivitetet e juja të para që i keni ndërmarrë në frymën adhëtare? Në cilat vite dhe cilat aktivitete? Nuk muj me dojë, nuk e di tamam cila është data, po e di që tanë jetën ka qenë sfera e interesit tim i pandashur nga sfera e jetës, ka qenë pjesë e përditshme si një frymari, si frymari që është e nevojshme, ashtu ka qenë organizimi i jetës edhe familjare, edhe jashtë familjare, shoqërore. Edhe tamam nuk muj me di se unë i kam pas vetëm 2 vjetë kur kam shkur, kur më kanë qenë në internim në Vojvodin tërë familjen. Dhe 4 vjetë i kemi kalu atje në për stalla, në për burgje, në për në një ndjesi të veçantë të izolimit prej rrethit tanë jetësor. Dhe ajo ka vazhdu në mënyrë të natyrshme. Dhe natyrisht vijat më të forta kanë qenë me pjekjen, me daljen në skenë të inteligjencës së re, të studentëve, edhe ajo është periudha e parë më e fuqishme. Ndërsa më herët unë po e zam kam qenë këtë gjimnazist në klasën e parë të gjimnazit, kur kam lexuar pamfletin ilegal kroat. Se ka qenë në front të spicë të ati pamfleti, ka qenë.
një thënje që është përsërit në secilin numër. Otpor ka qenë gazeta Otpor. Edhe thot, mismo za rušiti Jugoslaviju. Sa komunistima, nekomunistima i antikomunistima. Ali je bezuvjetno rušiti. Jer ako jedna država nema prava opstati, onda je to Jugoslavija i samo Jugoslavija. Ne jemi, që në Shqip të thot, ne jemi për shkatrimin e Jugoslavisë. Me komunistët, jo komunistët dhe antikomunistët, bashkarisht, do më thënë, me ta, sepse nëse një shtet nuk meriton të qëndroj, të jetë, ajo është vetëm Jugoslavia dhe vetëm Jugoslavia. Në cilën vetë? Në vitin 1962. 62. Kur filluat që bjeni në sy? Në vitin 68. 68. Dhe filluan? Filluan në 68 ka qenë një lëvizje, unë kam qenë student i shkollës 67-68 kam qenë shkollës lartë pedagogike dhe kemi pas atëre 90 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe një shqirim Patra Rankoviqi, një tensionim i situatës, një përvoj në secilën bashki lokale të qytetit të Prizrenit ku në mbrëmje evokoheshin, tregoheshin ngjarjet e shumë qytetarëve si vujtje në kohën e sistemit Rankovician, kur mendoj se ka qenë maksimumi i veprimit anti-shqiptar. Edhe kjo prandaj quhej koha e një deformimi të UDB-s. E në atë kohë, ne si tri ndiqim situatën prej një bashkie lokale në tjetrën për me ndëgju rastet e dhunës që ishte përdor në mënyrë të pakontrollume të jashtëzakonshme ndaj kryetarëve të familjeve dhe antarëve të saj të pjekun, të cilët në një farë mënyre akuzoheshin për një anti-Jugoslavi, për një qëndrim anti-Jugoslavi, veç pse ishin shqiptar. Jo pse vërtet ata kanë qenë, po ishin anti-shqiptar dhe shqiptar të mirë sipas saj dhe ma vonë, të saj kohë dhe ma vonë, ishin shqiptar të vdekun, ose shqiptar e zhdukun, pa varë. Nëse kur gjë tjetër, atëherë shqiptari mirë është ai shqiptar që shpërngullet për në Turqi si turk. Të gjithë shqiptarët deri në vitin 68 që janë shpërngull në Turqi, janë shpërngull si turq, nuk janë shpërngull si shqiptarë. Profesor, po flasëm për para 5 dekadash, 6 dekadash, nga vitet e hershme. Sa ka qenë e vështirë jeta e një aktivisti, një veprimtari, një të riu, një qytetari shqiptar në atë kohë? Shumë ka qenë e vështirë, jashtëzakonisht. Dhe sidomos nëse ka pas një ndjesi të veçantë shqiptare. Për në atë kohë po vëzëm, bëj një propagandë e jashtëzakonshme në gjithë rrethën, sidomos në shqiptar, për pjesën tjetër të shqiptarëve që jetojnë në Shqipëni, se ata janë keqe, jetojnë keqe, s'kan më ëngër, s'kan buke, s'kan gjithashtu, këtu ishte parajs. Në fakt, këtu ishte ferri, se ferri dilte nga dhuna shtetërore.
ferë dilte dhe ishte bo politikë zyrtare shtetërore, me cilën duhej me nxi jetën shqiptarit dhe me detyru të lëviz për vendit, ose të pranoj asimilimin e hershtur, të kaloj mirë, të mos ja prish ati këti, edhe gjysë turqisht, gjysë sërbisht, edhe të kaloj të bëhet diçka tjetër veç shqiptarët mos jetë. Po, që kam për thonë ty në atë kohë kur unë kam qenë gjimnazist dhe në vitin 64-65 kanë qenë tanë Prizreni ka pas 18 maturante gjimnazi. Ama Alamet qyteti, i ptyti Kosovë, edhe 18 nxënës me klasë. Në ato vite, për shembull, unë i kam pas gjysmën e landëve në gjimnazin e Prizrenit, gjysmën e landëve i kam pas serbisht. Kemi qenë, nuk e di, 40 kemi regjistru klasën e parë. 21 kanë ngel klasën e parë. Dhe kjo ngelje i ka qitë jashtë sistemit të gjitha ta, ose për punë tjesesës kanë kërku një zgjidhje me emigrim, ose stagnim i përgjithshëm i zhvillimit kultural e arsimor. Shtëpit, unë kam jetuar, na patën konfisku shtëpinë shtetit dhe një kohë, një 10-15 vjetë kemi jetuar në një lagjet afër lidhjes së Prizrenit, e shtëpit në Prizren kanë qenë, dyert e shtëpive kanë qenë të kushduara me 2 ndrasa kryq, pam, që s'kishte kush me ble shtëpi. Ai shkoj ke për Turqi. Cilat kanë qenë aktivitetet e juja të cilat e thatë ratë në sy të sistemit dhe u burgaset? Po, në vitin 68 në shënim atëherë të 90 vjetorit të lidhjes shqiptare ne kishim planifikuar që ta hapnim një flamurin kombëtar, t'i bëshim disa veprime të cilat mund të ishin një shprehje, një gëzimi dhe një shprehje një nderimit një kohe në qershor të vitit 68, por atë dështuam për arsye se ishte futur kishte marrë njerëz dhe i kishte lanë kur metëm një grosht. Në dikur ma vonë mendon se të duhet të bëhet në një veprim më i gjanë dhe më i pjekun pak, më i asi dhe megjithëse se kishim blerë atë kurorën për ta vendosur lidhja e Prizrenit, nuk e vendosëm dot me datën 10 qershor, edhe thamë ta vendosim një datë tjetër, që do të jetë më e përshtatshme për ne, edhe kjo datë me shokë të cilët i patëm bisedua si veprim, u zgjodh që të jetë me njëherë ato këtë përgatitet e përpashme ishin bo. Do më thonë veç duhej me e zedh ditën. Dhe dita u zedh që të jetë 6 tetor të vitit 68. Edhe unë me shokët e mi studenta që janë qenë Haqi Maloku, Pashlaqi, Simon Kushnini, Mikel Kushnini, Gjergj Samaj, Shrete Tahiri, motra ime Lemane Braha, pasnej Elshani,
dhe një grup për një 50 ma shumë studentësh mendum që ta shpalosin ma ditë flamurin kombëtar, kurorën që kishim ble në përpara në qershor, përpara të asë 10, i ka pas një shoqëri të mirë me shqicin e rilindjes atëre, atë që momentarisht më toli prej mend qemri, dhe e patëm lanë të aj, atë kuror, që kur të na duhet, shkojmë e marrëm dhe qesim. Dhe atë ditë në vdesht e morëm kunarën, me kurore, quëm kurorën në lidhjet të prezenit, majtëm një mirë të heshtë aty prioritëm pasaj rovë populli shqiptar, rovë flamuri Kuqezi, dhe ndër të tjera unë kam qenë i angazhuar të proras të nisim me Kosovën Republikë për arsye se familja ime ka qenë antifashiste, ka pas 2 dëshmor të luftës antifashiste dhe nuk mund të më akuzoshin mua për një ballesta, për një noftë tjetër të papërshtatshme, po, për kohët papërshtatshme. Po, edhe na e bë. Atë e ka zgjatë mësën e prerës, që kon kara 4, deri kara 10-11 natës. Po nuk kemi sikur qa, u mlodh një masë që ishte ma e madhe se që kishim prit, një 1000-2000 vetë kanë qenë aty. Flamurin e kemi hap në lidhje të prezenit dhe është vendos flamurin në shtiz të flamujve aty përpara Abdyl Frashërit dhe është valorit me prorimin madhe të njerëzve, rrot të flamuri Kuqezi, rrot populli shqiptar të ngjashme kjo parulla të cilën e kam mbrojtur unë ka qenë Kosova Republikë. Po flasim për tetor të vitit 1968. Po ka qenë Kosova Republikë, që ishte zgjedhje e shokëve dhe krejtëve, po dhe imja, që ta them unë, për arsye të dituna, që thash ma parë, që të mos akuzohej Krejt Lëvizja për ballicëm ose një diçka tjetër. Po, na doli, nuk ndërhyri policia dhe as ndërhyri për ta marrë flamurin, a për ta pamundësuar tubimin, po ishte në përcjellje. Pastaj, na morën në pyetje, 10-15-20 vetë, po prej tyne i zodhen një 4, atë Pashklaqin, mua, Simonin edhe Gjershin. Dhe na dënuan ka 15 ditë. Për arsye se kemi prorit kështu, kemi hap flamurin kombëtar shqiptar dhe janë këndu këngë patriotike shqiptare, që ishte vërtet. Të gjitha ishin të vërtetë. Po dënimi atë fletparaqitjen e kishte bërë 2 fletparaqitje. I kam të shënuar, kanë qenë për vepër penale, të cilat i kishte bërë kryetari i udhëves së Prizrenit, ka qenë i Kërsta Tërnasković. E ai kishte bë në gjykat kallëzimin penal për ne. Një herë e ka bë, pastaj e ka përsërit. Një 10 ditë ma vonë.
po gjyqi e ka marrë dhe e ka kthye landën prej kërkesës për landë penale në landë për kundërvajtje. Për arsye se as kemi thy gjë, as kemi pas përleshje me dikan, po ja pës kemi prish Profesor, Terezinë për arsye kuhe, për audiencën tonë edhe për shikuesit tonë kisha pas dëshirë. Jeta në burg. Po. Përjetimet në burg, maltretimet në burg, rrahjet në burg. Cilat kanë qenë këtu? Po, ata janë të shumët. Janë të shumët edhe çka do që të ndashur ka pan. Nuk ka rrahjet janë rrahjet brutale, të tmerrshme. Si ka qenë një ditë në burg? Përjetimi në atë kohë, në atë sistem. Nëse ndahet jeta e burgut në burg të Hetus, dhe ajo pjesa më e rëndë e burgut është burgu Hetus, ku dita është tepër e gjatë dhe dhuna është e padalshme thuja. Dhe pasaj tjetra, kur ti e dënohesh dhe merr dënimin dhe qohesh në një ekzekutim të dënimit diku tjetër në përburgje tjera kolektive, aty është e rëndë jeta me të burgosurit dhe jeta me ngarkime të punës së rëndë. Unë i kam pas të jetimeve të rënda, po dhe jetës së burg të rëndë në Zenis kam qenë, ku jam marrë kryesisht me punë të cilat janë me hekur. Zenisa është e njohur me punëtoritë e veta brenda burgut. Jo jashtë burgut. Shkretoria e Zenisës brenda burgut. Jo shkretoria e madhe shtetërore që është jashtë. Po ka qenë shkretoria, ka qenë punëtoria, kanë qenë 10-15 tek të ndryshme punëtorie. Çdo ditë në burg është e rëndë. E rëndë është. Por cila është dita më e rëndë që e ke përjetuar në burg? Që sot ndoshta në këtë moshë nuk do ta besoj edhe vetë që e ka përballuar me në brapa. Po ajo janë disa prej aty ditëve që nuk e di njeri çka mundet me thonë, si mundet me dallu. Po të rënda kanë qenë ato jetimeve, sidomos jetime që janë zhvilluar prej organeve të udhës, po që të lidhen kryesisht me organet Beogradit. Ndërsa ato të cilat janë më të veçanta pak, që nuk s'kanë pyet prej ka i ke dojt, që thot një varë fjale popullore, as kushia s'ka je, po dash me të dërmua, ata atë formë të punës, atë formë të dhunës e kanë bërë në burgun e Leskosit, për shembull, kur nuk kishe boti as i sen kur gjë, po thjesht ishe shqiptar dhe ishe kundër ndryshimit të çfarëdo ndryshimi në disfavor të popullit shqiptar, dhe dhuna ishte pak asë dhe na nuk e di kur kam marrë në vete dikon të nesërmen e atyne zhvillimeve. Cilat kanë qenë maltretimet? Fizikisht. Fizikisht rënda. Dhe ku kanë qenë një hodh sa që kjo, pak më e madhe, nështë pak më e qanë, edhe kanë qenë 3-4 vete, kanë lytë me ty si futbol. E ke qenë i deshën krecullak dhe në ty e kanë shfry blefin e vetë kush ma shumë, po mundet me godit. Derisa natyrisht ka ra të fikt. E kur vjen në veti i përplasëm me një prej qelive i deshën sullak dhe me shok tjerë po ashtë sullak,
po ashtu talibanistët të gjithë. Dhe qysh kam bjetu njeriu prej një dajaku të pa kontrollu, ku çdo kush kishte të drejtë me 30 vetë mu mbledh to dhe me të bë, me u shfrynë aty, veç Jugoslavia mundet me patë. Kur i kujtoni sot, ato ditë të mirë, atë kohë të mirë të burgjeve, çfarë ndjeni? Kur i kujtoj ato ditë, i ndjej se o dasht pa tjetër me kaluë ato, me i kaluë për me ardhë një gjitë mirë. Sepse pa i pas të tilla, ditë të rënda, pa i pas izolime të rënda, pa i pas jetime të rënda, pa i pas përgjakjen e rëndë të popullit, ti nuk kishëm rri në ditët e sot. Absolutisht. Kjo absolutisht. Asnjë hap nuk kishëm mujt me e bë pa i pas ato ditë të rënda. Ato sado që duken të pamundshme për ta sjellë në një ndryshim, ato kanë prunë ndryshime rrënjësore në jetë. Përse, në burgje, brenda grileve, a ka qenë pjesë e Shqipërisë, pjesë e vujtjes, e krenarisë, edhe ëndrës që e këndroi. Cila ka qenë projekti, ëndra, që e keni pasur brenda burgje? Brenda burgjeve është ndjesia që herë do kur do. Sakrifisa e sotme shpërblet me suksesin e nesër. Asnjëni prej të burgosëve politik, përfshi dhe mu, kur s'kam mujt me mendu që mund të mrij në moshë 80 vjeçar. Gjithë prej atyne të burgosëve politik, nga idealet e larta që kanë pas, kanë qenë të gatshëm për sakrificat më të mëdha sublime në interesin adhetar. Po të bindur se e drejta e tyne legjitime, e drejta e tyne lindur, se nuk ta jep kusht të drejtën, po është e lindur e drejta jote. Ta shkel dikush pa të drejtën tënde. E drejta jote një ditë të dalë triumfuse. Edhe mu më ka ndodhur personalisht, që më është përmend disa herë në situata të rënda, prej hetuesve kryesisht serb, se asnjëherë nuk do të, edhe nëse bëhet, ajo ide që ti e do, kur ti s'ke me majt, s'ke me gëzue atë vend që ty të takon. Sepse s'kan me t'lanë vriragjitë shoktu, po nëse nuk duhen vriragjitë shoktu me vepru, atëherë kujdesemi na që të mos jesh atje ku je, ku duhet t'jesh. Por përgjigja ime ka qenë, veç të të bëhet. Veç të të bëhet. Edhe s'ka qare po bëhet. Do të bëhet. Dhe unë kur njetë asë një detyrë zyrtare më s'kisha. Çka keni besu që s'ka qare pa bo edhe do të bëhet, e thatë? Për shkak se e drejta vonon, por ajo triumfon. Dhe në atë drejtën tonë jemi shumë vite duke lypur. Nuk është 50 vjetë. As 500. 2000 vjetë. 2000 vjetë rovni. 2000 vjetë rovni. Në kemi, unë e kam bëtu tash një roman me titullin Ushtar, në ushtrin e pushtus. Kjo është tjesh i burgosër në burgun e pushtus. Po si ajo, por e kam marrë ushtarën. E na kemi qenë ushtarë në ushtrit e ndryshme të pushtusëve tanë. E
t'jesh ushtar në ushtrit e pushtuzve tanë, është t'jesh ushtar mish për top. T'jesh ushtar në vendin tanë, për vendin tanë, për mbrojtjen e vendin tanë, është krenari, është ndeshmëri, është knasi, është privilegj. Ti do t'jesh, do t'a kesh, dallohesh prej kafshë, dallohesh me mendje, dallohesh me punë, dhe dallon vendin tanë si të dashur shumë, dhe sakrifica për te nuk është e tepërt kurrë. Profesor, kemi me bistu edhe shumë për fund. Po, Keni dhënë shumë për këtë ditë, për Shqipërinë, për Kosovën, për të festuar edhe për të folur së të lirshëm. Sa jeni i kënaqur shumë, me të arritrat e shqiptarëve në përgjithësi në vitin 2025? shumë. Mu më pyesin shpesh gazetarët, ti a pesheq, ma keq nuk ka. Jo, mëre, ti se ke parë të keq. Prandaj thu që ma keq nuk ka. Prandaj duhet me ndëgju diken që ka përvoj. Unë nuk kam mujt me shku në detyrë, njëherë kam qenë profesor në shkollë mesme. Asë njëherë nuk kam mujt me shku, pa përcjellë, masë dhe pra. Unë të rresi i lirë, në vendin tem, jam shumë i kënaqur. Kjo që kemi mri është barës me imagjinatën. Kjo që duhet më mbrojt, që duhet me u menaxhu mirë, që duhet detyra atyne që janë në pushtet. Jo e ime atash që kam dalë, jam në pension që sa vjetë dhe i shikoj ngjarjet nga kandi i një spektatori, sepse nuk më me ndiku, por është detyrë e secilit për njerëzve, secilit dhe ati që fshin dhe ati që udhëheq, me ndërtu këtë vend, me dhanë kontribut vendit, me dhanë frymarrje të mirë që me e ndriqua, me e zbukurua, me e bë më të lehtë, ma e tushëm për secilin qytetar, jo vetëm për një stres, njerëzish që mund ta kenë rrogën më të madhe ose më të vogël. Po jeta është jetë dhe kur duhet me sakrifiku edhe jeta e njeriu që ka rrogën më të madhe dhe jeta e njeriu që jipet e ka rrogën e vogël duhet të jetë e njëjtë, se jepet pra dhe duhet prandaj trajtimi duhet jetë i barabartë. Por a jam i kënaqur me këtë që kam rri? Po kjo është kufi me imagjinatën, jashtëzakonisht i kënaqur, shumë i kënaqur. Nuk shtrinë sërbe nuk po shoh, policinë sërbe nuk po shoh, dhunën sërbe nuk po ni, fantazi është kjo. Veçë udhëheqja duhet me i mbledh mend në kry dhe nuk mundet me e bë dikush një qeveri, nuk duhet me e bë, dhe sikur ta ketë fuqinë me e bë një qeveri udhëheqëse vetëm prej një grupacioni, po duhet me nda se kulaçi i adheut është kulaçi përbashkët, është i gjithëve. Prandaj dashuria e adheut i takon secilit. Profesor, të ruam shëndet. Faleminderit për kohën dhe opinionin e dhënë. Edhe njerë gëzuar dita flamurit dhe 113 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Faleminderit, gëzuar edhe inshallah dalim në një tjetër arritje të madhe që është prap paras me imagjinatën e bashkimit kombëtar. Uru me dhe njerë, faleminderit edhe njerë. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.